Dhe të ndershëm shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të kujdesshëm që të njihen me çdo vepër që Allahu azza wa jall e don dhe pëlqej. Për këtë arsye kemi shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku më së shumë të shpyet pejgamberi Allahut nga shokët e tij duke i thënë cilat vepra janë më të dashura tek Allahu azza wa jall. Pra kur e pyeti Abdullah ibn Mesud që transmeton një njeri dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se cila vepër është më e dashur tek Allahu azza wa jall. Me një transmetim thuhet se pejgamberi Allahu është përgjigj dhe ka thonë besimin në Allah. Pastaj nuk e kanë lënë ato me kaq. Kanë vazhduar dhe kanë thonë dhe cila është vepra që vijon. Pas besimit në Allah azza wa jall, ka thonë ta krish namazin në kohën e vet. Me një transmetim ka thonë pejgamberi Allahu se vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall krijja e namazit në kohën e parë. Pastaj kanë thonë ja Rasulullah, cila është vepra që vijon? Ka thonë ti respektojsh prindërit. Pastaj ka thonë cila vepra që vijon? Ka thonë xhihadi në rrugën e Allahut.